Kurkush. Allah nëse të ka ndalu një sen, të din se këtë ka bo për të mirën tënde. Ti ndoshta sot mashtrohesh, vjen një matrapaz mjek edhe thot është mirë me pi, ka një gotë kuqet venës, të nëzën, ti qelë damar, të sende, pse vetë o pjanic, edhe të mashtron të në një anë, dhe mashtrohesh me to, dije se krijuesi është më i mëshirshëm për ty se ky. Dhe pastaj me kalimin e kohës, zbulimet e reja shkencore dalin mjekët dhe thënë, oh, sorry, na bane Allah, gabum. Qau ba, i sokon që ashtu, po i shkon që qështëne. Që kretë qelizat ju shkatërën alkoholi dhe ju shkatërën me veshke, me sistem nervore, këtë atë, edhe vjen edhe të ndrën ty fetfar. Krijuesi të ndrën kur fetfar. Sa i ty të ka kriju. Aje e din qka i bën dobi edhe qka i bën dëm organeve tua të mbrenqme dhe trunit tëndë. A e din këj ka qiki trunit tëndë qka bën. Pra da edhe ta ka ndalu. Mos prekt, ka thonë alkohol. Mos vidh pasunin e huj, mos e prekt hujen. Bën e tëndën. Pse po vjedh? Pse po korrupton? Pse po duhet me pagu mjekun në spital se për ndryshës për të pranën pa i dhonë bakshish. Muslimani këto s'ta bën, vlla. Kam fjallën për muslimanin i cili është i sinqert në pretendimin e tij që ai respekton fjalën la ilaha illallah. Ama sa njëri musliman veç pse u bë synet, pse e musliman jena bë synet, jena bë mesele. Se bepi që pas ke qiko kështë muslimanti. Veç për atër që sa i punë e bë muslimane.